mijëra qytetarë në Serbi dolën sërish në protesta të dielën, duke kërkuar drejtësi dhe zgjedhje të parakohshme parlamentare, ndërsa akuzojnë qeverinë Aleksandr Vučić për korrupsion dhe shtypje të lirive demokratike. Protestuesit, të udhëhequr nga studentët, bllokuan 2 urat kryesore në Beograd dhe zhvilluan protesta në mbi 30 qytete të tjera të vendit. Protesta organizua 7 muaj pas tragjedisë së 1 nëntorit, ku një pjesë e betonit u shem në stacionin hekurudhor të Novi Sadit, duke lënë 16 të vdekur. Sipas studentëve, kjo tragjedi është pasojë e punimeve të dobta nga kompani kineze dhe korrupsionit në projekte publike të infrastrukturës. Ata kërkojnë hetim të plot dhe dënim të përgjegjësve. E gjithë Serbia është ngritur në këmbë, nuk do të ketë më heshtje, nuk do të ketë më dorëzim, u lexua në një deklaratë të përbashkët në të gjitha qytetet ku u protestua. Në Novi Sad, protestuesit marshuan drejt vendit të tragjedisë, duke mbajtur një kuror të bardhë për viktimat. Ndërkohë Vučić ka lënë të hapur mundësinë për zgjedhje të parakohshme, por pa dhënë ndonjë datë konkrete. Ndërsa shumica e mediave në Serbi janë të kontrolluara nga pushteti, protestuesit përballen me etiketime si terrorist apo vegla të perëndimit nga propaganda qeveritare. Asnjë person nuk është dënuar ende për tragjedinë e Novi Sadit, ndërsa shumë kush dyshon se drejtësia do të zbulojë ndonjëherë të vërtetën.